Lëvizja vetëvendosje ka arritur fitoren e madhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Partia e udhëhequr nga Albin Kurti do t'i ketë 57 deputet në legjislaturën e re të Kuvendit të Kosovës. Kështu vetëvendosja pritet ta formojë qeverinë Kurti 3. Formimi i qeverisë pritet t'ia shohin ajrin edhe kandidatët që nuk arritën të bëshin deputet nga lista e VV-s. Kjo për faktin se disa prej deputetëve të zgjedhur pritet t'i lirojnë vendet e tyre për të marrë poste në ekzekutiv. Në mesin atyre që janë në pritje ka dhe ish deputet e ish kryetar komunash. Lista e deputetëve që janë në pritje fillon me Ekzon Azemin për të vazhduar me Farush Rexhepin, Bajram Marvraqin, Luan Aliun, Enver Dugollin, Arjeta Rexhepin, Shqipe Isufin, Afardita Hajrin, Driton Hysenin dhe ish kryetarin e Prizrenit, Mytaher Askuka. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e votave për zgjedhjet e 28 dhjetorit, derisa pritet të përfundojë numërimi edhe në përfaqësitë diplomatike. Pas përfundimit të numërimit të votave, vlen të bëhet edhe një krahasim midis liderëve të partive politike dhe atyre që garuan për kryeministër të vendit. Albin Kurti prin mbi të gjithë me gati 150.000 vota diferencë nga kreu i PDK-s Bedri Hamza, i cili drejton partinë që u rendit e dyta në zgjedhje. Albin Kurti ka grumbulluar 355.248 vota, duke thyer edhe rekordin e mbajtur prej tij në zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit që lan pas. I dyti pas tij është Bedri Hamza me 155.244 vota. Lumir Abdigjiku me LDK-n u renditi treti dhe po i treti renditet në rang liderësh për numrin e votave të grumbulluara. Ai ka marrë vetëm 83.527 vota. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka grumbulluar 41.470 vota, ndërkohë kreu i nismës socialdemokrate, e cila nuk arriti të kalojë pragun zgjedhor, Fatmir Limaj, ka marrë 12.225 vota. Këto rezultate tregojnë një përsi të qartë Albin Kurtit në krahasim me liderët e tjerë politik në Kosovë, duke bërë atë kryetarin me mbështetjen më të madhe qytetare në këto zgjedhje. Numërimi i votave të mbetura dhe shpallja zyrtare e fituesve do të bëhet nga KQZ-ja gjatë ditëve në vijim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur afër fundit të numërimit të votave për kandidatët për deputet në Kosovë, ku deri më tani janë numëruar 90.03% e votave. Më poshtë, ju sillim rezultatet për 10 deputetët më të votuar të partive politike, Lëvizja Vetëvendosje, PDK, LDK dhe AAK, 10 më të votuarit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje. Albin Kurti prin me 313.114 vota, i dyti renditet Glau Konjovca me 242.703 vota, Albulena Haxhiu 127.733 vota, Hekuran Murati 126.424 vota, Donika Gërvalla Zhvarc 114.098 vota, Xhelal Zveçla 101.371 vota, Herullah Çeku 90.822 vota, Avni Dehari 83.998 vota, Mimoza Kusari Lila 75.083 vota, Ejub Maqedonsi 70.891 vota. Në vijim, 10 kandidatët më të votuar nga PDK-ja. I pari është Bedri Hamza 140.894 vota, Arjan Tahiri 62.825 vota, Përparim Gruda 57.694 vota, Uran Ismaili 46.872 vota, Sala Jashari 42.393 vota, Vlora Qitaku 38.223 vota, Enver Hoxhaj 34.078 vota, Arben Mustafa 33.075 vota, Nait Hasani 27.388 vota, Rahman Rama 25.323 vota. Në vijim, 10 kandidatët më të votuar të LDK-s. Lumir Abdigjiku 70.832 vota, Hykmete Bajrami 24.248 vota, Ukrugova 38.976 vota, Avdullah Hoti 35.214 vota, Doar Sakica Xhelili 34.299 vota, Kujtim Shala 31.548 vota, Anton Qomi 25.409 vota, Armen Zemaj 22.561 vota, Lutfi Haziri 20.681 vota, Jehona Lushaku Sadriu 16.258 vota. Në vijim, 10 kandidatët më të votuar të AAK-s.
Ramush Haradinaj 37.181 vota, Daut Haradinaj 22.075 vota, Besnik Tahiri 21.989 vota, Bek Berisha 16.124 vota, Agim Qeku 14.900 vota, Time Kadriaj 14.093 vota, Burim Ramadani 13.570 vota, Arbër Tolaj 13.131 vota, Lahi Brahimaj 10.000 vota, Pal Lekaj 9.476 vota.